Ofta ajo e koalicionit për të qeverisur me pozitën e kryeministrit. Pse? S'do të thotë asgjë. Jo, s'do të thotë Ridvan. Ai mund të jetë edhe i dorëshur si deputet mund të shkojë përsëri. Kështu se më. Do jep dorëshin nga kryetari i komunës Mitrovicës, shkon bëj kryeminist. Ai është akt moral i jashtëzakonshëm që ka bëu Bedreumza sepse edhe si fitues nuk ka qenë akt i mirë njëkohësisht duke mbajtur pezull pozitën e kryetarit e njëkohësisht me lënë ngushëllim që të kthehesh në atë pozitë. As i kandidatëve tjerë të partive politike nuk është fair për gjithë ata votues që i kanë votuar si kryetarët e komunës. Kjo është e para. E dyta, por kjo politikë. Ridvan, vetëm që të pak diçka. Në qoftë se kandidohesh për deputet si kryetar i komunës, këtu ka gabimi. E jo nëse kandidohesh për kryeministër. Kjo ka qenë bartës i listës. Bedreumza dallon, me gazmen muhaxhirin. Kosova në kushtetut nuk e ka të akomoduar formulimin ligjor për kryeministër, është vend me sistem tipik parlamentar të qeverisjes, në ndë. Qytetarët e Kosovës në zgjedhje dalin për kuvendin e Republikës së Kosovës. Në tre. Tjetër gjashtë se është bo praktik në Kosovë. Ti nuk po kandidon më bo deputet, po ti po kandidon më për kryeministër, si deputet. S'ko kandidim për kryeministër. Është bartës i listës. Bartës i listës, ai ka kandiduar për të bërë deputet i kuvendit të Republikës së Kosovës. Ai ka kandiduar për të bërë kryeministër. Si deputet. Tjetër gjashtë si kryeministër edhe Ramush Haradinaj kishte kandiduar është ndruar në praktikë që për mua është në rregull, është guxim, edhe është praktikë e mirë që partitë të vendosin në ballë të betejë aftyrën politike kandidatët kush qeverisë me vendin. Por, për mua është shumë indikative që zoti Hamza sot nuk është më pjesë e listës së deputetëve, sepse ka pasur takime midis PDK-s, LDK-s, AK-s, të takime të vazhdueshme, Sadik. Edhe si duket, LDK-ja ka qenë referenca kryesore e situatave për të mos shpresuar në një formul opozitare për të bojë institucionet. LDK, dy kushte ka, stabilitetin, edhe kryeministrin. Dhe, une për ato thash me fillim, duke që as opozita, po as partia e parë, që ka dalë në zgjedhje, që quhet vetëvendosje, nuk po nxitohen për t'i bojë institucionet. Unë dyshoj që kushtetuta nuk le shumë hapësirë, por kur po dojnë partitë politike të Kosovës pe trajtojnë gjykatën kushtetuese si instrument edhe zgjidhjes së problemeve politike. Nuk është në rregull. Gjykata kushtetuese shndrohet në mekanizëm edhe pse i takon, por nuk mendoj që gjykatën kushtetuese ta bëjnë si lloj adrese të avokatisë së tyre për të zgjidhur problemet që i ka objektivisht midisi habitatit politik. Ma shumë njerëzor se sa racional. Po të kishte racionalitet politik, po të kalonin egot, po të respektonin gjithë ata votues që po i falendrojnë për ditë po këto parti, unë mendoj që do të duhej për shkak të problemeve të mëdha të vendit, sidomos atyre në marrëdhënie ndërkombëtare që kemi, e po kështu të brendshme, të gjendet një formulë imediate që të mos e lëm vendin në vakum, në pikpamje të vakumit që të mos ketë qeveri me legitimitet, që të mos ketë vendit